Jam shumë i lumtur për paraqitjen e shfaqjes tërësisht të huaj në edicionin e 10 festivalit Coco Fest, tashmë i kthyer në një traditë, le themi, për publikun korçar, por jo vetëm, pasi pikërisht ky festival gjithmonë në fillim shtatori që mbledh me qindra dhe mijëra spektatorë, por edhe gjithashtu në të njëjtën kohë edhe profesionistë të fushës, të cilët zgjedhin për ta ndjekur festivalin dhe për të përcjellë shfaqje kryesisht të komedisë nga brenda trojave të Shqipërisë, nga Kosova, Maqedonia, Malizim. Shfaqja tërësisht huaj është një rikthim, ne kemi vendosur në skenë rreth muajit të shkurt mars të këtij viti, pa dhe një super sukses në teatrin kombëtar dhe sigurisht duke parë edhe rezultatin, duke parë mënyrën si u mbush salla, si e pritej publiku, se sa shumë qeshin njerëzit me këtë vepër cilën ne punuam me shumë dashuri, e pam të arsyeshme për ta rikthyer edhe festival, por për të bërë edhe pjesë tashmë edhe e sezonit dimëror në po ai nuk na dha një përgjigje siç duhet për rolin që do e bënte me më shumë qejf dhe cilin do ta refuzonte. Dhe arsyeja qen ka pikërisht paroja. Po varet nga lekët. Absolutisht jo. Do refuzoja çdo rol që nuk është i mirë paguar, që sigurisht në Shqipëri ka filluar të jetë në modë së fundmi, dhe do pranoja çdo rol i cili është i bukur dhe i mirë paguar. Se tashmë me sa fare ke arsot në qep? Unë mund të kem 1000 lekë, 3. Sa kështu? Po sa aq mbaj, më duket e tepër me mbajt kesh me vetë. A vlerësohet një aktor në raport me pagesë? Për shembull, njerë për gazetari e di, si është situata? Jo, nuk është, është qesharake situata. Nëse të flasim për teatrin, është qesharake, është gati në kushtet e ekzistenciales, pagesë. Pra ti merr në shumicën e rasteve merr aq pak sa që teatri të detyrohet. Dhe këtu jam pa doreza fare. Domethënë ti shkon të punosh, harxhon aq shumë gjatë kohës që bën prova, harxhon aq shumë para gjatë kohës që shkon të japësh shfaqje, dhe nëse do bësh një rezume të gjithë situatës dhe do mbledhësh ato çka ke harxhuar në raport me ato që ke fituar, teatri gjithmonë të detyrohet ty si individ, si aktor. Më vjen keq e them, por kështu është. A të pyetëm në raport me serialet, pse ka kaq pak prodhime në Shqipëri? Serialet kanë qenë të pakta, nëse do i referoheshim historikut të Shqipërisë, ka qenë seriali Njerëz dhe Fati, i cili është bërë. Hajde këtu. Keni një vizitor. Njerëz dhe Fate ka qenë një nga serialet më të famshme shqiptare që publiku ndoshta mezi e pret të ketë një sezon të dytë. Ka pasur seriale siç ka qenë Komuna e Parisit, ku unë kam luajtur. Tashmë është rikthyer në mod sërish seriali. Ka shumë seriale suksesshme në Shqipëri, siç është seriali Nina, seriali Hot, janë 2 seriale që unë kam marrë pjesë, seriali Familja Kuqezi, gjithashtu shumë i suksesshëm, i cili pritet të rikthehet me një sezon tjetër. Pra, është kthyer në një lloj trendi pak a shumë edhe prodhimi i serialeve nga producentët dhe regjisorë të ndryshëm, e kam përshtypjen që edhe publiku për sa kohë po prodhohet, sigurisht i përqafon. Tani është koha të flasim për familjen e aktorit shqiptar. Ai është i martuar me regjisoren Renisa, me të cilën e ka një vajzë me emrin Mia. Kur dikush do ta gjejë kohën e gjen, sigurisht. Unë kam pasur periudha që kam punuar edhe shumë, ka pasur periudha që kam punuar edhe pak edhe as pak. Dhe sigurisht kohën që familja meriton të ketë e ka marrë gjithmonë nga ana ime. Pra është gjithmonë familja e para, pastaj vjen puna. Sigurisht që nuk i kam humbur datat e rëndësishme ashtu si kundërthe edhe ti, përpiqem të bëj maksimumin sa i përket detyrave të mia si prind, si bashkëshor, si baba, të gjitha me radhë. Pra për mua është gjithmonë parimi, është familja e para, pastaj vijnë të tjerat. A do të dëshironte babi Flor që vajza e tij në të ardhmen ta ketë profesionin e tij? Ajo është një vajzë që ka 2 prindër, njërin aktor, tjetrën nënën regjisore, kështu që është e pamundur që në shtëpi mos flitet apo të përmendet arti, teatri apo televizioni. Megjithatë, në sa kam parë dhe e ndjej, nuk besoj se do të jetë një fëmijë i cili do të ketë dëshirë nesër pas nesër ti afrohet qasë televizionit, duke qenë se paralel me lëvdata dëgjon dhe problematika të cilat janë të shumta dhe nuk besoj se do të jetë. Po patjetër që kam follow, kam shok, ne kemi punuar në të njëjtën punë, ndjekim një njëjtat pasione, motoristat të dy na pëlqejnë kërcimi, kështu që Ani po ndroj pyetje. Jo, pyetjen ti nuk do të ndrosh dhe këtë do të transmetosh. Ok,
Okej, pat pak show, po s'ka gjë. Tani një mend po kthehemi në realitet, po e pyesim atë se çka mendon për lidhjet e dashurisë që krijohen në këto formate. Realisht mua më vjen keq për çdo lidhje që prishet, pavarësisht se krijohet një herë, po sigurisht është i lirë çdo kush të bëjë zgjedhjet e tij për sa kohë është i rritur dhe mban përgjegjësitë e veta përsipër. Po që kur dëgjoj raste që prishet një familje për të krijuar një tjetër, sigurisht medalja ka dy anë, dikujt i prishet qefi, dikush tjetër gëzohet pasi ka gjetur dashurinë, por askush nuk duhet të rimendojë në një lidhje prej zorit. Njerëzit duhet të jenë të rritur, unë jam pro divorcit, në momentin që ndjenjat mbarojnë, sigurisht duke i diskutuar gjërat, mund të shkosh drejt divorc, po më vjen keq gjithmonë kur dëgjoj që në një marrëdhënie ka fëmijë të cilët detyrohen të jetojnë me prindër të ndarë. Kjo realisht nuk më pëlqen. Ai përfunde ka një mesazh për të gjithë ju që duhet ta dëgjoni me vëmendje. Kemi jetën shumë të shkurtër, pavarësisht se mund të jetojmë edhe 100 vjeç. Të paktën unë përpiqem t'ia rikujtoj vetes her pas here dhe mundohem shumë që ta shijoj jetën, shijoj familjen, shijoj gjërat e bukura që na ka dhuruar natyra, edhe të bëjmë sa më shumë sport, edhe ta shijojmë nga pak jetën, jo vetëm punë.